Përshëndetje të nderuar miq, takohemi në këto momente, jemi si çdo të martë në orën 19, flasim në e-përsi. Kategoria superiore, kampionati spanjoll me një protagonist shqiptar. Gjithashtu në kampionatin anglez futbollit do të diskutojmë jo vetëm për skuadrat, për mënyrën se si ato po rirenditen në tabelën e klasifikimit, por edhe për futbollistin me numrin më të madh të ndeshjeve, sepse nuk është më Gareth Bale. Do të flasim për kampionatin italian të futbollit ku 5 të para tashmë kanë diferenca të ndryshme. Gjithashtu do të shkojmë në kampionatin gjerman ku kemi një futbollist tashmë që ka 100 fitore si lojtari më i ri në moshë dhe praktikisht është futbollisti i Bayernit, por do të flasim edhe për lojrat olimpike dimërore. Për këto dhe jo vetëm, kemi një mik nga Radio Televizioni Publik Shqiptar të ftuar, Eno Skarço. Eno, përshëndetje. Përshëndetje Ermal, kënaqësi që të jem këtu. Nuk është keq Manchester United, ë? Jo, mirë jemi, mirë, shohem. Shqyqy në visa e lindi që të të pas. Për punën e flokëve. Është bukur në fakt ta shohësh Manchester United që është kthyer të jetë në skuadrat elitare të Anglisë, sepse është një nga ato ekipe që paktën ne që jemi vjetër me futbollin kishte frikë kur skuadra jonë binte përballë Manchester United në shoh. Shumë ja bëre qefin Erlindit, absolutisht domethënë. Megjithëse unë praktikisht derisa të marrim revanshin, megjithëse gjysmë revanshi për humbjen në kampionat kemi marrë, po dua një revansh në finale. Pra deri atëherë do të jemi qetë. Jo, do të skenar, super skenar, do të fitoni, do të fitoni me skenar. Ashtu siç fitua ti. Super skenar, do të jeni një vjet, kjo do të pasë të revansh. Kjo nuk ndodh, kjo është e vërtetë. Kthehemi tek superiorja. E vërtet. Kthehemi te hallët tona. Po, kthehemi tek buka e shtëpisë, kthehemi tek buka e shtëpisë dhe do të flasim pikërisht për skuadra të cilat kanë arritur të marrin rezultate që i ndihmojnë në tabelën e klasifikimit. Vllaznia është mundur në ballsh mes polemikave. Ka arritur të përfitojë skuadra e Elbasanit, e cila ka fituar me Vorën 2-1. Egnatia gjithashtu ka mundur Dinamo Cityn që nuk dihet se ku ndodhet tashmë si nëndece e verdh. E verdhë është Villarreali, po si nëndece e futbollit shqiptar, dhe ndërkohë Partizani mund Flamurtarin në një derbi, po themi mes ngjyrës së kuqe dhe ngjyrës kuqezi, dhe Flamurtari ashtu si Tirana që është mundur në Durrës, është në një situatë të vështirë. Si e ke parë? Ju në Radio Televizionin Publik Shqiptar keni dhe ekskluzivitetin e kategorisë superiore. Ti bën një nga emisionet më të rëndësishme ato që paraprin dhe shoqëron fundin e ndeshjeve. Si e ke parë këtë sezon? Shiko, ky është sezon i luftuar. Po ta shohësh për nga intensiteti i përplasjeve në të gjitha zonat objektivave, do të shohësh që diferencat janë të ngushta dhe askush nuk mund të jetë i qetë. Pra, nëse nga Teuta dhe deri në vendin e parë luftojnë për Final Four, pjesa tjetër nga Vora dhe poshtë janë përmbjetesë dhe diferencat e ngushta e bëjnë që askush mos ketë sigurinë se është me objektiv të arritur. Nuk po flas tu për vllaznin Egnatian dhe Elbasanin, se ndoshta këto të treja janë skuadrat më të sigurta në zonën e Final Four. Por Dinamo me serin e rezultateve jo pozitive, se nuk po them negative, po jo pozitive, në 2026 ka bërë që Partizani dhe Teuta ti mbrin tani tek dera. Partizani arriti me pikë, Teuta është vetëm 3 pikë larg, po i ka gjitha mundësitë, sepse mos harrojmë janë edhe 11 ndeshje për të luajtur dhe 11 ndeshje gjithçka mund ndodh. Do thuash ti që seria e rezultateve negative Dinamos edhe mund të shteroj, po mund të shteroj sepse Daja po rigjen disa lojtarë të rëndësishëm që i kanë munguar dhe që sipas tij janë alibia kryesore e mungesës fitoreve. Mund të jetë dhe kështu, mund mos jetë, mbetet për tu parë që Falia është rikthyer, Qerdaku është rikthyer, dy lojtarë erdhën si Malomo dhe Mustafa, edhe pse askush prej tyre nuk ka arritur të zërë vendin e titullarit në mekanizmat e Dajës, ndoshta është edhe e vështirë që të kuptosh gjithçka në kaq pak kohë, por rikthimi i Nezirit gjithashtu i ka dhënë dorë Lorane ka aty. I mungon më së shumti Maliqi që e ka mbyllur sezonin dhe duhet vazhdoj tashmë me Ismailin dhe Meksin të alternuar, edhe pse Ismaili duket që e ka bindur tashmë Dajën që do të jetë ai mbrojtësi i krahut të djathtë të tij. Po thash
mbetet për të parë se si do reagoj Dinamo në këto pjesë të mbetura. Situata që kaloi ishte jo vetëm delikate për nga rezultatet, por edhe me pasojë, sepse erdhën pas Partizani dhe Teuta, dhe Partizani ka një ngritje të frikshme pas lëvizjeve të janarit. Pra erdhën disa lojtarë që ja kanë ndryshuar fytyrën skuadrës Partizanit dhe kanë bindur tashmë gjithë ambientin e kuq se ai Final Four që tekniku Kërnaja e pretendonte dhe trumpetonte që kur erdhi në krye të Partizanit në fazën e parë të kampionatit, tani është aty i prekshëm dhe ndoshta ai e kishte parë më qartë se ne të gjithë tjerët që kjo skuadër e kishte potencialin për të arritur aty. Teuta pastaj, po të mendosh që ka bërë 10 ndeshje radhazi pa fitore dhe është 3 pikë larg Final Fourit, tregon që jo vetëm Teuta, jo vetëm Dinamo, po të gjitha skuadrat e Abisnet Superiores kanë periudhat e tyre të lëshimit. Po themi, kanë kulm, luhaten, kthehen prap, pra është një kampionat që mund të rezervojë surpriza deri në fund pikërisht për mungesën e madhe të stabilitetit që kanë të gjitha. Heqim këtu, se edhe Vllaznia e pati, është vërtet tani me atë serinë e fitoreve, po përpara dhjetorit ishte një moment ku u bën 6 dhe 7 ndeshje radhazi pa fitore, u lëkundë stoli. Kështu që nëse e bën Vllaznia, e bëjnë të gjitha përfshirë këtu dhe të thash janë tregues, këto statistika janë tregues që këtu nuk ka asnjë skuadër që ka një vazhdimsi të gjithë sezonet. Të gjitha kanë uljet dhe ngritjet e tyre dhe ky është momenti ku Dinamo ka një luhatje që ndoshta mund t'i kushtojë edhe vendin Final Four. Në sezonin e kaluar nuk kishin pse ta bënin. Ndërsa këtë herë kanë pse ta bëjnë, sepse skema është që në Final Four tani nuk zerohen pikët, por vetëm përgjysmohen, që do të thotë nëse ti ke një avantazh prej 8 pikësh, në Final Four do kesh një avantazh prej 4 pikësh dhe nuk do të kesh më ndeshje me eliminim, po do kesh një mini kampionat. Pra, me 2 barazime, ti mbron titullin kampion dhe e merr e qep te fanella. Ndërsa në sezonin e kaluar ishte ndryshe. Po, motivi qëndron në formulën e suksesshme. Që i dha dhe jam shumë dakord. Jo, po ta krahasoj me vjet është e suksesshme. Po, absolutisht. Ndër platformët që i dha dhe vetbesim 100% edhe presidentit aktual. Tani meritat e këtij kampionati, sido që të jetë, vlerat ku i takojnë? Federatës apo superior? Kjo është e gjitha. Jo, dakord. Unë them që për një produkt të mirë, meritat dhe një produkt të mirë apo të keq, merit kanë të gjithë dhe faj kanë të gjithë. Pra, nuk mund të ketë merit vetëm klubi se ka organizuar një skuadër të mirë etj etj, por duhet të ketë dorë dhe kampionati që i garanton ndershmëri në gjykim, që i garanton kushte të barabarta të gjithëve, të gjithë luajnë një herë të premten me radhë, një herë të shtunën, pra barazi në ndarjen e ndeshjeve, gjykim, siç e thash, të ndershëm të gjithë, sepse nëse plus minuset e vendimeve arbitrare në fund dalin, atëherë kemi që të gjithë ankohen, por të gjithë janë aty me plus minuset. Të gjithë janë ankuar për të gjithë. Pra, është ankuar Vora, është ankuar Bylis, është ankuar Dinamo, është ankuar Egnatia, është ankuar Vllaznia, është ankuar Tirana. Sportion kombëtar, ankesa kudo. I vetmi që s'është ankuar është Flamurtari dhe Partizani. Po Flamurtari pse jo? Po se Flamurtari në fund është. Flamurtari edhe po. Do ta përdori ndoshta vetëm si alibi e fundit, po që se nuk ndryshon gjendja. Nëse do kthehet në kategorinë e parë. Dhe për konsum vlor. Okej, kemi pas kundra. Po, si o qoftë, prap meritat se kuptovan. Ose po pra është ndar, pra ta thash, merita është ndar mes të gjithëve. Nëse kemi një produkt të suksesshëm, merita po nuk e di ti e the që është suksesshëm. Jo, po pyet, e di ku e shohun produktin. Po ta shikojmë në fund. Shikoj, unë mendoj që në fund do ta shikojmë. Kampion do shpallet dikush. Po kampion do shpallet më patjetër. Po kur të shkojmë pasaj në Kupën e Evropës, edhe pa shkuar atje, janë shtruar tifozët e ky produkt apo jo? Apo bien? Se po bëjmë stadiume, po rimodelojmë infrastrukturën,
Janë shtuar tifozët? Tifozët Po. nuk janë shtuar. Në Angli kemi stadiumet plot. Ë? Kushtojnë biletat, Në prandaj nuk Gjermani mbushet. po, në Itali jo. Si ta bëjmë? Kushtojnë biletat? Nuk e di. Okej. Ndoshta për gjendjen në të cilën ndodhen njerëzit edhe biletat mund të kushtojnë. Janë. Po, Të vrasin dhe biletat, po. Ndaj, po. Është Ose integriteti. njerëzit kanë mund të kenë shumë ore, mund të jenë të gjitha. Mund mos kenë besim te skuadra e tyre. Skuadra e tyre, por nuk i pëlqen niveli i spektaklit që shfaqet në fush. Pra, alibi të gjejmë sa të duash. Puna është si përmirësohet, se që të shohim po themi Dybala apo Cristiano Ronaldo në fushat tona nuk do t'i shohim dot. A mund të marrim lojtar më të mirë se këta që kemi? Ndoshta dhe mundemi, po ndoshta dhe s'mundemi. Prandaj po them që është një situatë ku duhet të gjithë pjesët e mozaikut formohen për ta bërë puzzle-in të plot, sepse përndryshe Cilat janë? cilat janë mozaikut kush janë? strategji e qartë e klubeve se si do të lëvizin merkato. Sepse unë jam zakonisht i zgënjur pothuajse nga të gjithë hiq në një që është më i matur në lëvizje, pjesa tjetër pastaj nuk kanë fare strategji, hikin 15 lojtarë në janar, vinë 16, pastaj në ver hikin 12 dhe vinë në 9. Pra, në qoftë se bëhen këto lloj lëvizjesh, sigurisht që s'do kesh stabilitet. Dhe pastaj kur të shkosh në Kupat e Evropës me 9 lojtarë apo 12 lojtarë të rinj, aty sigurisht që do eliminohesh në raundin e parë. Dhe si tha Aga, sa shtete ishin që nuk ishim skuadër që ishim ne? Që nuk merrnin pjesë në... Merrnin pjesë, po. 3-4 shtete, 3-4 shtete, po. Shtete Afrika, Azi, edhe diku tjetër. Po problemi është, ne po shkojmë, kthejmë pak të Tirana, fjallë është një kazus Tirana. 3 trajner, po flitet për i 4 i pra. Jo 3, janë 4. 4 po flitet dhe për 5, jo, 3 janë ndruar. 4 për 4 është ndruar dhe i treti. Ka ikur, është i 3 janë ndruar, po flitet? Sot Nuiu është shkarkuar dhe nesër Shej nis stërvitjen me Tiranën. Super, fantastike. Jo fantastike, po ne po shkojmë, jo vetëm numri lojtarëve që shkojnë 9, 10, 15 ndrohen. Po dhe trajnerët. Po kapim dhe numrin lojtarëve. Trajneri është ai që e pson i pari. Dhe të gjithë trajnerët kanë një shprehje. Ne jemi me valizën dorë. Hajnë tifozët këtë? Po e hanë mëse se hanë. Tifozë e hanë këtë? Po e ha dhe lojtari, mëse mos ta haj tifozët. Dhe hajmë dhe ka një gjë. Që nëse ndryshohen 10 lojtarë, 12 lojtarë, ti nuk bën dot skuadër. Pastaj ti vjen dhe gjen në janar fjala vjen ça lojtari gjeta e merr në skuadër. Sa ti përshtasësh, sa ti bësh do koneve. Kuptojnë këtë. Po pra, dhe ai që e merr koston më lehtë nga të gjithë është trajneri. Prandaj bëhen 3, bëhen 4 nëse sezoni nuk shkon mirë. Nëse shkon mirë, e mbyll kismet edhe me 1. Ndërkohë tek skuadra e Tiranës, e cila pati një tjetër humbje shokuese duhet të thënë, duke patur parasysh edhe tabelën e klasifikimit, ku nuk është në gjendje që të dalë tej zonës së ftohtë, maksimumi ka shkuar vetëm në zonën e play-outit, por nuk ka qenë asnjëherë, po themi, në zonë qetësie. Megjithëse edhe në vendin e 7 nuk është se i qetë, por mund të kesh një nisje të paktën psikologjike drejt, po themi, mundësive për ta shpëtuar sezonin. Ndryshime të shumta, shpenzime të shumta njësoj si tek skuadra e flamurtarit, dhe kur vjen puna, është një skuadër që mund të provojë në harkun e një dekade të kthehet sërish në mes inferiorëve. Sepse kategoria e parë kur e thua jo të gjithë e dinë që është kategoria e dytë në nivelin e futbollit tonë. Shiko Armel, po ta shohësh kështu, nuk është utopike rikthimi i Tiranës në kategorinë e parë. Nuk është sepse ka që nga fillimi i kampionatit dhe deri sot që flasim që është në 3 vendet e fundit. Dhe bëhet për Tiranën sigurisht vendi 7 do ishte rezultat i jashtëzakonshëm, vendi 7. Po edhe vendi 8 do ishte një frymarrje shumë e madhe, sepse dihet pastaj që nëse je në vendin e 8 do luash me skuadrën që del nga play-offi i kategorisë parë dhe shanset që ti të qëndrosh në elitë janë shumë të mëdha. Por duhet bësh llogarit me një Bylis që shkon dhe fiton me Vllaznin.
Ndërkohë që ti nuk po ngre dot kokë më, sepse barazove me Dinamon me 10 lojtar dhe Dinamo të bëri po themi presion dhe dominim me një lojtar më pak për më shumë se një orë loje. Ku ishe ti që duhet fitosh një ndeshje sepse e ke rënditjen të keqe? Humbja me Partizanin. Pastaj humbin në kup. Pa ka kompromentuar shansin e vetëm për të shpëtuar sezonin. 2-0 me Dinamon është praktikisht e pakthyeshme. E vërtetë është. Pastaj humbe dhe derbin. 3 derbi radhazi nuk i fiton dot. 2 nga të cilat i humb. Dhe vjen dhe Teuta dhe të mund, po sigurisht rreziku është i madh për të rënë nga kategoria. Ndaj dhe erdhi dhe lëvizja që shkarkohet Nuio dhe rikthehet Orges Shej, trajneri i fundit që shpalli kampion Tiranën, nesër nis dhe që su kuptua sepse u hoq e të tjera si këto. Nesër nis stërvitin e parë dhe është lëvizja e fundit e dëshpëruar, do thotë Ali, sigurisht e dëshpëruar se tu nuk ka asgjë për të qenë optimist dhe i lumtur. I dëshpëruar do jesh. I dëshpëruar sepse për sa kohë ti je në sezonin mbrapsht do të shkojë i gjithi. Dhe për fatin e madh të tifozëve të Tiranës, por edhe për gjithë futbollin shqiptar, po flasim për Tiranën, klubi më i titulluar në vend. Është fat ta kesh në superiore, është detyrim, është domethënë është siç shohësh Real Madridin që bie nga kategoria. Tu ndalë së rëtulluar i bota pastaj. Jo vetëm bota futbollit në Spanjë, po bota futbollit. Për fatin e madh që Shej ndoshta arrin të përmbush misionin dhe ta shpëtoj Tiranën. Po mos harrojmë, janë vetëm 11 ndeshje dhe situata nuk është fare e lehtë. Nuk është fare e lehtë sepse dhe lojtarët që kanë ardhur në janar që ishin ata që i dha një lloj impulsi Tiranës me një seri rezultatesh pa humbje ose me fitore që i dha një farë shpresë. Kjo të rezultatet. Fitorat direkte me Flamurtarin. E fitoria me Egnatian. Supozo do të t'japin një përshpejtim, një vrull. Janë 6 pikë të mërësisht të rëndësishme, një ndar rivali kryesor, Flamurtari dhe një pretendenti për të shpallur kampion për 3-ën herë. Dhe vinë brenda 14 ditësh, marrë një pikë. Ç'a ka ndodhur? Seriozisht ç'a ka ndodhur? Ja ta tregojon se ç'a ka ndodhur. Nga ana, s'po flas ana taktike, do të ketë diçka të brenda. Jo, nuk ka asgjë brenda. Brenda është vetëm gabimet që ka bërë Tirana, që janë seri. Pra, deri në 2025-ën po flisnin për një Tiranë që ishte kandidatja kryesore për të rënë nga kategoria. Ishte fundit me plot merit dhe nuk kishte me ngjashmërinë e një skuadre me asnjë prej atyre që luanin për mbijetesë. Tani në momentin që bërën merkato dhe erdhën 8 lojtarë të mirë, se i kemi parë, Myslovic është një lojtar i mirë, Kobiljar është një lojtar i mirë, Xhixhën e njohin të gjithë. Pra këta lojtarë i dhanë këtë impulsin. Mirë, po këta lojtarë që erdhën në janar kanë një kleck. Nuk kanë minutat në këmbë. Vinë të gjithë nga inaktiviteti. Nuk dihe kjo. Po dihej patjetër, po janë lëvizjet e dëshpëruara për të shpëtuar sezonin, sepse për ndryshe ti ishe i rënë nga kategoria. Atëherë, në janar ne të gjithë e dim çfarë merremi me futbollin që janari nuk të ofron shumë lojtar. Si do t'i gjente Tirana 8-9 lojtar të mirë që bënin diferencën. Pra, këta janë lojtar që kanë një kleck, nuk kanë minutat në këmbë dhe duke mos i pas minutat në këmbë, u dëmtua Xhixha, u dëmtua Ernest, u dëmtua Cortez, Alvarez, fatkeqësisht i ndodhi ajo që i ndodhi dhe këta lojtar dolën nga formacioni i Tiranës dhe Tirana u bë praktikisht e njëjta skuadër që ishte në 2025-ën dhe ja ku erdhën prapë rezultatet me vetëm humbje. Nuk e dia isha i qartë. Jo, shumë i qartë, fjalë. Me një lojtar, me një mënyrë pret rezultate ndryshe praktikisht. Gjë që nuk mund ndodh. Kaq do duhet të jesh naiv mos e kuptosh të. Por realisht për fatin e keq të kategorisë superior, një skuadër e tillë më e titulluara është në këtë situatë. Turojmë që gjërat do të përmirësohen. Jo, të mësojnë. Turojmë që të mësojmë. Vëshirësohemi të mësojmë neve. Në çdo fushë. Shqipëri kemi 35 vite, nuk dua të mësojmë. Kur nuk mësuam deri tani nuk do mësojmë prapë. Jo, ka shpresë, ka gjithmonë shpresë. Okej, mundoj një dekadë, 2 dekadë, 3 dekada, por do duhet të mësojmë nga përvoja. Do duhet. Dhe kur pranohet
edhe në botën ku ne duam të shkojmë, që gjenerata aktuale për të parë herë ka nivel IQ-je më të ulët se gjenerata paraardhëse. Dembela. Nuk e di. ChatGPT-ja, Google, janë të vogla. Fix. Kur përdoret larg librave, shumë filma. Kur përdoret ChatGPT-ja edhe për ta pyetur që pse më dhëm koka, pastaj kjo është, nuk e di domethënë. Por le të vazhdojmë, duket se ka një shqiptar që i bën gjëra të mirë në këtë periudhë. Le ta kalojmë këtë moment të kategorisë superiore dhe le të flasim pak për njeriu që ka realizuar 6 gola me kokë në këtë sezon, është Vedat Muriqi, 16 gola në total, tek skuadra e Majorkës ka barazuar rekordin e Pierre Vebo në edicionin 2010-2011, për të parë në herë pas 15 sezoneve. Një tjetër lojtar i Majorkës realizon 6 gola me kokë, 16 në total e quajnë mbreti i ajrit. No. Ti më flet për arritjet e Vedat Muriqit në Spanjë dhe mua më vjen në mendje të Besa, të Lokomotiva. Më vjen në mendje se sa mungesë të madhe të theksuar nuhatje për talentin që kanë skuadrat tona. Dhe të mendosh që ky është një lojtar që nuk luante me Teutën dhe me Besën dhe po bën historinë me Majorkën, i bie që ku jemi dhe çfarë duhet bëjmë ndryshe që këto gjërat mos ndodhin më. Tani ti e ke me Besën këtë? Me futbollin shqiptar. Nuk e ka me futbollin shqiptar, se nuk është punë Besës, se mas Besës ishte edhe Teuta, pra. Unë e kam me Erlindin, se Erlindi është fan si Besës. Presidenti atëherë i Besës nuk ishte shquar për nuhati, por tani shquhet shumë më tepër. Por për ndetur këtu te Muriqi. Ky më kujton fillim viteve 2000, Bogdanin dhe Taren. To kanë qenë sulmuesit më të mirë që kemi patur tek top 4-shja e kampionateve europiane. Okej? Duket se kanë shënuar shifra gola dyshifror, 10, 11, 12 me sa kujtoj unë duket Tare, dhe Brescia atëherë. Por deri aty, ky është 16 dhe s'ka filluar kampionati. Mua Muriqi më duket më i mirë se ata të dy. Për nga aftësitë realizuese, se secili ka ato përparësitë e veta plus dhe minuset e veta, dikush është më fizik, dikush është më taktik, por për sa i përket realizimeve, Muriqi është më i kompletuar se të dy këta. Për mendimin tim, unë nuk futem ke specialistët taktik të futbollit, por me njohuritë që kam dhe me kohën e gjatë që kam futboll, sulmuesi më i famshëm në historinë shqiptare në kampionatet elitare europiane. Pak e shohim nga golat, sasia golave. Pa diskutim. Më i suksesshëm gjatë gjithë kohrave. E të mendosh që mund të luante për Shqipërinë? Apo shumë mirë që luan edhe me Kosovën? Shiko, ai po luan, patjetër. A do ishte kombëtare jonë më e fortë me Muriqin, pa diskutim që po. Sigurisht. Pa diskutim që po. Por që ai luan me Kosovën, sigurisht luan me vendin e tij, me fanellën që përfaqëson dhe është bukur që edhe Kosova të ketë një nivel të tillë futbollistësh për ta bërë atë që në fakt po bën tashmë, sepse ka arritur, është ngjitur një vend, një nivel më lart në Nations League, është gjithashtu në play-offin e botrorit. A ka më shumë shanse Kosova me një lojtar në këtë nivel, me këtë formë në këtë moment? Sepse ne e dim shumë mirë që forma në ditën e ndeshjes, ose po themi në javët e ndeshjes, përpara ndeshjes, ndikon më shumë se sa edhe po. Prandaj them, edhe se sa kundërshari që ti ke nuk diskutohet. Ne në këto momente kemi ca probleme. Ca probleme për të qenë kështu modest, nuk i kemi ca, po kemi ca si shumë, sepse sulmuesin ku e gjithë tifozeria i kishte syt, edhe pse unë personalisht nuk është se kam padur pritshmëri, sepse u bën që kur ka ardhur Silvinho, që Armando Broja nuk jep asnjë lloj kontributi për kombëtaren. Pra ne mbajmë mend të gjithë 2 golat që i ka bërë Hungarisë, por kanë qenë 2023-shin.
Jemi në 2026 dhe po flasim për një lojtar që sado që ti të mendosh që është i talentuar, nuk po e tregon këtë talentin që ju mendoni në fushën e lojës. Talent ishin 22-shin, mbaroj talent, tani du të ishin kulm. Patjetër. Duhet ishte i zhvilluar. Mbaroj. Dhe kemi jashtë fare, nuk është se nuk po kalon një moment mirë, është jashtë fare. Nuk gjen, nuk ka as vazhdimsi as gjë. Edhimshme është. Dhe un kam dyshime që ky mund të jetë një problem shumë i madh për Silvinjon. E para sepse do jetë para një presioni të jashtëzakonshëm të tifozëve pse nuk e merr, dhe dyta, a duhet ta marrë vërtet? Sepse nëse ne kemi një lojtar si Muçi që nuk e di, Turqia nuk është një niveli dobët i kampionatit. Është një niveli lart. Dhe po të shohim çfarë Galatasaray i bër Juventusit, sigurisht që duhet kemi shumë kujdes nëse do ta lëm më Muçin jashtë. Sepse nuk është më ai Muçi me luhatje dhe me mungesa minutash. Është ai Muçi që është duke dhënë tonin kampionatit me prezencat e tij dhe po e merr Trabzonsporin me vete. Dhe grumbullimi është diçka Toti. Grumbullimi është diçka. Okej, grumbullon 22 dhe 25. Ti jesh i evidentuar ose kandidat për të nisur është komplet diçka tjetër. Pra të bazohet trajneri apo skuadra te ai jo vetëm do vi, por do duhet ta ketë vendin në formacion. Dhe vështirë do tentoj, Silvinjo s'ka tentuar, 3 vite tani. Dhe që ti vim këtyre lojtarëve me peshë që ne kemi dhe Aslanin, që është problem shumë i madh. Aslani është problem po aq i madh sa Broja. Pra ti ke lojtarin që ku kalon gjithë aksionet sulmuese të kalojnë përmes këmbëve të Aslanit, tani e ke do të ishin pikat referuese. Me frikë madhe. Pikat referuese nga mosha aty ku luanin, çfarë kishin dhënë kur ishin të rinj. Ky duhet ishte momenti që ti kishim të gjithë lojtarët funksional, sepse është një shans që na vjen për herë të parë në histori dhe do duhet që të paktën të luanim shanset ashtu siç do të donim. Mua më vjen keq sepse edhe atëherë me Polonin, kur kishim një mundësi që të kualifikoheshim, u goditëm nga Covidi me një numër të madh lojtarësh të padisponueshëm dhe nuk arritëm atë që duhet arrinim. Tani, sikur historia të përsëritet prap, këtë herë jo për Covid, po për dëmtime, do më vinte shumë keq. Me Covid, pa Covid, dëmtime apo jo, kjo është ndeshja e jetës se do t'japin 120% gjithë, por selektimi ose përgjithësia i mbetet Silvinjosh që do zgjedhi dhe kë do fusin lojë. Po kushdo që t'jetë, 120% është minimale që do t'japin në finalen e parë. Okej. Sepse jo vetëm 120%, por 620% ka dhënë një lojtar që quhet James Milner. Futbollisti që ka numrin më të madh të ndeshjeve në kampionatin anglez të futbollit. 654 ndeshje, 48 me Leeds United ku ka debutuar, pastaj 94 ndeshje me Newcastle-in, me Aston Villën 100 ndeshje, 147 me Manchester City, 230 me Liverpoolin ku ka dhe sukseset më të mëdha në karrierë dhe 35 ndeshje me Brighton and Hove Albion, duke lënë pas një futbollist si Gareth Barry që ka zhvilluar pjesën ndërmuese të karrierës tij tek skuadra e Aston Villës, por tashmë është i dyti. Arlen kam përshtypjen që kur e ka nisur karrierën tek Leeds, ka qenë David O'Leary atëherë trajneri, po të na thoshte dikush që ky djaloshi do të luajë më shumë se 600 ndeshje, edhe mund ta kishin parë vëngër apo jo. Dhe ishte një super Leeds atëherë me O'Learyn, Mike Viduken, Bajmont, që morën pjesë në Champions League. 2 sezone shkuan në gjysmë finale me huazuar nga Milani. Shkuan në gjysmë finale madje. Madje kishte tani do të mjaftsoj pak tek kjo. Kur zbriste Milani në aeroport, tifozët e Leedsit. There is only one United. Kështu e ngacmonin Argendin. Sa vite se ne ishim skualifikuar atëherë që në grupe. Që ka vetëm United dhe jemi në Leeds. Por një ushtar shumë i mirë. Okej, 2009 mori pjesë në finalen e U20-s me Gjermaninë para botërorit të Afrikës Jugut. Dallimi dikush është. Në Afrikën e Jugut shkoi dhe luajtën klose. Toni Kroos.
11 Müller, 11 ishte përballë finalist. Po. Këtë bën gjermanët. U shpallën kampion, ndërsa anglezët ky ishte i vetmi që arriti të luante, nuk u zhvillua asnjëherë. Moshatar me Toni Krossin. I vetmi që mori kapelo nga ajo skuadër që ishte në finalen e Europianit. Dhe shihet surinë e Toni Krossit, shihet Müllerit. Po. Dhe bë dallimin. Shumë bukur sa si janë ndeshjeve, shumë bukur, ka luajtur në Angli e gjëra, po bëj dallimin tani pak. Müller, Kroos, nga ana tjetër James Milner. Ushtari mirë James Milner. Megjithatë janë lojtarë me karakteristika të ndryshme, nuk mund të thuash pse Toni Kroos është gjeometër dhe Milner është ushtar. Ushtari mirë, jo ushtar. Ushtari mirë. Ushtari mirë, por është një nga lojtarët, po themi, më të nënvlerësuar, se kur ne flasim për Cristiano Ronaldo, 41 vjeç, shiko ç'bën bën Ronaldo. Bën Ronaldo, po e bën në Arabinë Saudite, ka 3 sezone atje. Ndërsa ky zotëria luan Premier League, aty ku janë kilometrat më të mëdha të përshkruara, aty ku është lufta më e ashpër, aty ku është niveli më i lartë. Pra ky 40 vjeçar këtu është ai që ka qëndruar jashtë titujve të parë të gazetave dhe të ekraneve. Se s'mundesh aq ishin. Po aq, po është për të përgëzuar për atë që ky është. Sepse futbolli sot nuk ka nevojë vetëm për Toni Kroosin. Ka nevojë edhe për këtë James Milnerin. Sepse po të bëjmë një skuadër me Toni Kroos, me Pirlon, me Modric, këta nuk e fitojnë ndeshjen. Pra që ta fitosh ndeshjen, të duhet edhe një si James Milner. Padyshim. Dhe shok të tjerë. Çfarë thoja unë është si është vlerësimi i talenteve në Angli dhe në Gjermani, diferenca kulturës dhe mendësisë. Janë anonim ato finale 2009 është bërë në Suedi, me sa kujtoj, Gjermania me Anglin. Dhe i shihje pas një viti në Afrikën e Jugut. Micah Richards për shembull ka qenë një tjetër lojtar në atë finale që tani bën shumë i mirë, spektakel. Tani bën humor. Ka 10-15 vite që bën spektakel. Dhe humori në ka nivele të larta. Kjo po, këtë ta japun. Shumë lartë si gjermanët e kjo pikë angleze. Humori në ka nivele të larta. Dhe ishte shumë e bukur diskutimi që kishte me Rio Ferdinand dhe Thierry Henry në bisedat që bënin dhe i kthehet që shikoj, pa i ka luajt dikur me ty, po ka luajt me mua, po ti tha, pse e këtu ti tha, si më fush tha. Po tha se unë tha, ashtu tha ndodhi tha dhe lash tha. Dhe sa vjeç tani tha 37, dhe imagjino, s'mbaj mend sa keq e ke lënë tha. Po 15 vjeç që e ka lënë, okay? Dallimi i gjermanëve me anglezët, kështu që lojtar shumë i mirë, okay, i përulur, me shumë disiplinë, vendoset ku do donte trajneri, edhe sfundmi dhe me Kloppin, padyshim që e kishte pikë referimi, por për të rritur skuadrën dhe për të qenë ai flamuri si duhet të jetë një profesionist. Deri aty shumë mirë. Arsenali 61 pikë, Manchester City një ndeshje më pak 56 pikë. Nëse e fiton, shkon 59. Mund ta humbas Arsenali prap titullin? Arsenali. Se Pepit nuk i besohet në të tilla situata. Jo, po Arsenali nuk i besohet, jo Pepit. Apo dihet që Pepi do të fitojë titullin edhe. Memet janë të pafundme që pengohet vetë, domethënë nuk ka nevojë as ta pengosh se atje afër finishit dorëzohet vetë. Dhe në fakt po ndodh. Po ndodh sepse diferenca e kishte shumë më të madhe dhe kishte çdo gjë për ta pasur nën kontroll dhe për ta mbajtur larg Cityn që mos të vinte në distancë të tillë. Tani sigurisht që bëhet e vështirë, sepse nuk po flasim për një skuadër do si do, por është Manchester City me zgjedhjet pafundme, me financat pafundme, me lojtar të rëndësishëm, me një trajner që është sigurisht që shumë herë më me përvojë se sa Arteta kur vjen puna te fitimet e titujve. Kështu që Arsenal duhet të heqi atë dampkën që i ka vënë vetës si një skuadër që vetë pengohet. Vetëm në një mënyrë hiqet kjo no. Duke fituar titullin. Kemi thënë shpesh këtu që mund të jetë ky viti i dur, Arlin? E kemi thënë shpesh, po okay, duke parë rrëmuin e Arsenalit, okay, fituan ndeshjen e fundit, derbi shumë e rëndësishme madje. Derbin e Londrës veriore.
dominues dhe lan pas atë barazi me Ufs, Ufs i cili ka përfunduar ka 3 muaj që ka rënë nga Premier Liga. Por këtë që po flisnim, nëse ti gjatë gjithë kohës, ke 20 vite, 21 vite që s'ke marrë titullin dhe pengohesh gjithmonë një mënyrë ose një tjetër, të vit nuk po luan bukur. Por është lartë, si o qofte duke qenë lartë nga +10 që ishim me Cityn, nëse fiton Cityn ndeshjen prapambetur, pra +2 dhe do vizitojnë Etihadin, do vizitojnë Manchesterin. Pra +2 atë mund të rëshqasësh sërish dhe i ku titullin. Po kanë hedhur lek, edhe ato kanë hedhur lek. Tjetër gjë si kanë, jo sa City, se City vetëm tani periudhën e janarit hodhi që e 50 milion. Atëherë, kemi Chelsea me 45 pikë, Manchester United 45 pikë, Liverpooli 45 pikë. Por United, tani nuk ka më vetëm një United, ose ka një United. Vetëm një United ka qenë për herë do t'i ka tani. Por tani është Manchesteri. Ka një ndeshje më pak. Është momenti që të kthehet në Champions, Manchester United me Carrick? Momenti, shikoj që Manchesteri duhet të kthehet në Champions. Unë mendoj që duhet jetë gjithmonë, sepse kur prishet ajo elita e skuadrave, sigurisht që gjërat tronditen. Unë preferoj një Champions League me emrat më të mëdhenj mundshëm, dhe Manchester United është një prej tyre. Por gara në Angli bëhet shumë e fortë, sepse janë të paktën 7 skuadra të denja për të qenë Champions League, dhe pavarësisht se ti ke 5 vende në një herë edhe 6 skuadra i fut në Champions, prap dikush do të ngeli jashtë dhe është mëkat, sepse edhe Liverpooli që ka të njëjtat pikë me Manchester United, është një skuadër që ka investuar një çmenduri në verë. Sigurisht që ndoshta nuk ka qenë ajo merkato më e mirë e mundshme, jo për nga lojtarët që ka marrë, por sepse ka një prapavi të zbuluar. Dhe ajo prapavi e zbuluar sot po e penalizon. Dhe kam përshtypjen që mund të jetë decisive në sprintin final për një vend në Champions mes United dhe Liverpoolit. Pra, nëse Liverpooli ka një skuadër ofensive të gjithë respektit, pra pavia është e limituar. Dhe nëse dikush Van Dijk, po themi, do t'i mungoj, bëhet një problem shumë i madh për skuadrën e Slot. Do shkonin në Champions? Ja, duhet shkojmë këtë vit. Duhet shkojmë këtë vit, okej. Ora qethni tifozë një herë se. Ai po bën lek, mjeshtri. Super lek. Do i dhuroj flokët pas qetim, kështu do presja, gjithsesi ndoshta edhe këtë vit, okej. Një ndeshje jam, nëse do bëjmë 5 fitore radha si po. Si ka ardhur puna do t'i dhuroj për dyshek? Po. Donacion në fondacion do hedhi, kështu do ka bërë shumë lek ai. Por vit shumë interesant, edhe një vit tjetër në Angli. Premier Liga ndaj dhe kushton më shumë nga gjithë. Ka 2 dekada. Që është kampionati më i shtrenjtë vërtetësh. Më i bukur, më tërheqës, me integritetin më të lartë. Dhe më investuari, se vim tek investimet janë ato që bëjnë diferencën. Pra nëse vjen një Nottingham Forest nga Championshipi dhe bonusin e ngjitjes se ka mbi 270 milionë euro, sesa buxheti i një skuadre. Po mirë atë, po sesa buxheti i një skuadre në Itali apo në Gjermani, hiq Bayern, që shpenzon për merkaton e një sezoni. Ky është produkti që po flisnim. Ato kanë investuar te produkti. Patjetër. Dhe e kanë atraktiv. Dhe e kanë atraktiv. Sigurisht që e kanë kulturë, po ashtu si dhe gjermanët kulturë, por kanë investuar shumë. Ndaj dhe vi paguan, ndaj dhe thonë, ndaj çmenduri që paguat 100 milion për Voltemaden. Okej, ky është rregull atje. Po shumë mirë. Po si ju duken këto 5 skuadra? Në vendin e parë Interi, në vendin e dytë Milani, pastaj Napoli, Roma dhe Juventusi. Ngacmova Arlindin unë erdhi dita tani. Jo, po mungon Atalanta aty, ë? Dakor, mungon Atalanta. Po jo, do të them më shafër. Nga që i kanë ngjyrat njësoj me Interin. Po jo, nuk është lart do të them, është lojë tashmë. Sigurisht që Atalanta në këtë moment në tabelën e klasifikimit ka 45 pikë, po AS Como 46 ka Juventusi që është në vendin e 5. Mirë, po Roma, Napoli dhe Milani kanë qenë pa mundura për ta kapur Interin. Çfarë ndodh domethënë? Si është mundur? Çfarë ndodh? Nëse shikon golin që psoi Milani nga Parma, nëse shikon si u përjashtua Kalulu, po sigurisht që nuk do kapet Interi. Oh, u gjet. Pas ka dati arbitra më duket.
Po gjet. Po atje ka edhe sistem VAR. Atje ka qenë shkolla. Gabimet, po themi gabimet se në herë nuk janë dhe aq gabime që kanë ndodhur në Serie A, të paktën 2 vitet e fundit kanë qenë të jashtëzakonshme. Pra edhe me sistem VAR kujtoj se ndjesa, po më kujtohen më shumë ndeshjet e Juventusit sepse e ndjek edhe më shumë se sa të tjerat. Por goli që është anulluar Juventusit me Salernitanen me sistem VAR, ku një lojtar nuk ishte parë fare që mbante loj Bonucci'n, kujtoj ishte goli 2-3-shit, pra nga 2-0 për Salernitanen u përmbys ndeshja në 2-3. Do ishte përmbysur. Vën kamera në gabim. Ashtu ishte vën kamera në gabim, pra çfarë po flasim pastaj? Nëse ti anullon, je kaq i pakujdesshëm sa nuk shikon një lojtar që mban lojë gjithë të tjerët, unë nuk e di se çfarë emri ti vë. Pastaj, ajo që ndodhi me Kalulun, që në vend të mbetej me 10 lojtar Interi, mbeti Juventusi, dhe sigurisht që pastaj humbi ndeshjen. Po këto janë nga ato ndeshje që nuk mund t'i gabosh kështu. Do thuash ti që i ka ndodhur dhe Juventusit dikur. Edhe mund t'i ketë ndodhur, edhe mund t'i ketë ndodhur. Marota ka qenë te Juventusi më përpara apo nejse? Po. Tani ky që ishte te Juventusi dhe kryqëzoi, nuk u bë shenjtor se kaloi te Benamata, ha? Jo, sigurisht. Po pra, kështu që një tifoz që është me integritet, si puna ime, i pranon dhe këtej, por mos më askush nga Interi mos më pretendoj atë kampionatin e ndërshmërisë. Zero nuk ka. Te kampionatin e ndërshmërisë, jo, sepse ne dim fare mirë që jo në Itali, por në çdo vend të botës, ai që ka skuadrën më të mirë në një kampionat, Angli, Spanjë, Gjermani, Itali, sigurisht që do ketë tjetër vëmendje dhe nuk ka nevojë fare ti thot arbitrit. Mjafton që ti ke investuar kaq dhe ky kundërshtar i ka investuar 10 herë më pak dhe arbitri matet shumë mirë ta japi kundër teje dhe e jep më kollaj kundër këtit. Dhe këto janë gjëra që ne i dim shumë mirë se si funksionon. Kështu që unë jam i mendimit si Luciano Moggi që Calciopoli ishte një Barsalet e madhe. Po Arlind. Jo, okay, se kam ndjekur, okay. 2006 po shoh. Nëse e bëjmë prapë shpallën dhe herë kampion ata, botë italianët. Ka nevojë për një Calciopoli tjetër dhe marrin titullin e 5. Jo, shiko. Kampionatin botror. Kampionatin botror ata fituan. Hajmalia për të shpallur kampion botën. Por ishte edhe një tregues i madh. 9 lojtar nga ajo finalja ishin të Juventusit. Tani cili Calciopoli ishin këta lojtar? Kishin nevojë për Calciopoli këta që shkon në finalen e Kupës Botës. Dhe ata që mungonin ishin Nedved dhe Ibrahimovic. Me gjithë respektin. Ka diçka domethënë, Bayerni dhe Juventusi janë vërtet ekipe, si thuaç nga bota e kimisë janë lakmusi i kombëtarës. Nëse ka lojtarë të Bayernit dhe Juventusit në kombëtar, atëherë sigurisht që Gjermania dhe Italia janë pretendente. Nëse këto skuadra nuk çojnë lojtarë atje, madje mbaj mend që kanë qenë disa vite që Italia bëhej me lojtarë të Sassuolos. Dhe nuk arrinte që të kualifikohej për më tej. Kështu që kjo është pozitive kam përshtypjen, por le të flasim pak për zonën Champions. Roma dhe Napoli 50 pikë secila për vendin e 3, Milani për momentin më duket më i qetë në vendin e 2, ndërkohë Juventus, Como dhe Atalanta janë 3 skuadra për një vend. Do të jetë shumë e vështirë për Juventusin. Humbja me Galatasarajin ka lënë trauma të frikshme. E pasuar nga jo me Komon dhe gjërat tani nuk janë më kaq të sigurta sa u dukën në një moment pas ardhjes së Spalletit dhe pas stabilizimit, sepse për të thënë atë që është e vërtet, pas ardhjes së Spalletit, Juventusi pati një lloj loje. Pra, nuk kishte më një skuadër pa identitet ku ti nuk e dije se çfarë po kërkon kjo skuadra. Me lojë tërheqëse dhe shumë më pak italianë se sa të shihemi mësuar. Pra kishte një lloj që ti edhe nëse nuk e fitoje ndeshjen, sepse ka ndodhur që nuk e ka fituar ndeshjen, por ka qenë një skuadër që ka zbavitur tifozët me mënyrën e lojës dhe është përpjekur për ta marrë rezultatin pavarësisht se në fund ndoshta nuk e ka marrë. Ndërsa ajo që është parë nga dita e ndeshjes me Galatasaray nga mbrëmja më saktë dhe deri më sot është një skuadër që ka humbur busullën dhe unë i friksohem shumë kësaj situate. Do jetë pikë kthesës
nëse arrin të përmbys Galatasarajin, po më duket një mision aq i pamundur që në këtë pikë kjo skuadër të bëj një kthes të tillë dhe të mposh Galatasarajin me 3 gola për ta çuar të paktën në shtesë, do më duket vetëm ajo mund ta ndryshojë sezonin e Juventusit. Përndryshe, pastaj e shoh shumë të mundur të mbetet jashtë katëshës. 5-2 një javë më përpara. Rezultati i rëndë, por kemi diskutuar disa herë se kemi edhe pak më parë. Futbolli turk me kampionatit paktën është bërë më përse konkurrues. Për te kanë investuar të lojtarët, kanë investuar tek impiantet, infrastruktura, kanë investuar tek PR, marrëdhënë publikun si me UEFA po ashtu dhe është një treg i madh, 80-90 milion. Okej, turqit kudo që janë, tifozëri, kështu që nuk është thjesht humbën nga një skuadër turke, humbën nga një skuadër turke shumë e mirë. Jo, patjetër. Me lojtarë shumë të mirë, sot që flasim, me përvojë. Asnjë skuadër italiane nuk do kishte bler Osimhen me atë lloj çmimi. 80 milion plus. Asnjë e kërkonte Juventusi, lojtari sigurisht donte të shkonte ke Juventusi, por çmimi është problem. Dhe të vijë një skuadër turke dhe të marrë një lojtar që askush në Itali sot për sot nuk e merr me atë çmim, tregon potencialin që ka ky lloj kampionati. Dhe mos harrojmë që pak më parë ishte Mourinho. Dhe po thoya që një është kjo që është skuadër e fortë. Nga ana tjetër padyshim që një humbje mund të zhysi më tepër, por mund të jetë edhe një përqendrim në javët e mbetur kampionatit për sforcën e fundit për të mos u mbyllur kampionati në zhgënjim. Se zhgënjim ky vit do jetë zhgënjim dhe viti tjetër. Edhe po nuk arriti të kualifikon që është e vështirë, po jo e pamundur. Ka kampionatin, javët që mbeten, gjithë forcat aty, një ndeshje në javë, një objektiv nga 2-3 që kishe. Ashtu si Milani pak a shumë. Dakor, po një ndeshje do ketë dhe Atalanta, se praktikisht doli dhe Atalanta. Një ndeshje ka dhe Como, ti s'do kesh asgjë më shumë se sa ata. Jo padyshim, po nuk e ngarkuar më tepër se sa Por jam dakord, po trauma psikologjike që do psojnë ata dhe me atë portier që ka Juventusi. Nuk e di, ti kishte thënë dikush që ta ndronin me Dajsinanin kokë në kokë, se do i kishin dalë më mirë. Ai portier që ka Juventus. Kemi Sherrin atje, pse nuk e marrin, e kanë më afër. Po ka qenë dëmtuar. Me atë portier që ka Juventusi është e pamundur që ti të kesh siguri. Domethënë 13 nga 25 goditje të para në port kanë përfunduar në rrjet. Nuk kam çat flas më tepër, të kalosh nga Buffoni dhe Szczesny te Di Gregorio, domethënë është një dramë e nivelit lart, por nga ana tjetër është tregues i mënyrës së gabuar që kanë vepruar në merkato drejtuesit e Juventusit, përfshirë edhe këta aktual, se Openda ka gjithë kampionatin që nuk shifet me sy. David, pavarësisht se mban fush, nuk është një lojtar që të merr përpara skuadrën dhe ti varesh nga këmbët e një 21 vjeçari të talentuar, por që duhet të ketë një skuadër kampionash që të ndrijë më shumë dhe jo një skuadër të varet e gjitha mbi këmbët e atit që është Yıldız. Shkon fajsuam kot, edhe Sinan dhe Halilin. Ka bëjnë gjithë. Shkojmë atje ku nuk gabon askush atëre. Le ta shohim pak tani. Xhamal Musiala, fundjavën që ne kemi lënë pas, është bërë lojtari më i ri që arrin 100 fitore në Bundesliga. Në sezonin e fundit tek Bayerni luan ndeshje numër 200 Leon Goretzka dhe Kramaric 350 ndeshje me Hoffenheimin, është lojtari i huaj që shënon më shumë në aktivitet. Pra për momentin është shënuesi i huaj më i mirë në Bundesliga. Një fundjavë jubilare. Tani kur je tifoz italian nuk është se ke shumë qejf Bundesligën dhe Gjermanin, po diçka do na thuash. Jo, Musiala më pëlqen shumë. Është një nga ata lojtarë, domethënë që të bën ta dashurosh futbollin. Dhe mua personalisht më pëlqejnë shumë skuadrat që kanë lojtarë të tillë. Më pëlqejnë lojtarët që kanë vizion, kanë ide dhe janë të aftë në 1-1. Shohim gjithmonë më pak lojtarë të tillë në Serie A. Pse?
Po nuk e di pra pse, nuk po gjej akoma një logjik pse Italia që ishte i edukojnë të talentuar që 10, 12, 13 vjeç, 14 vjeç më pas skuadra kërkojnë që të bëhen robot tipik italian që po jo mëse Italia ka qenë kampionati ku 10-shit ndrinin. Sot nuk ka më 10. Po pra pse? Sepse ndoshta nuk jam shumë i sigurt. Tentojnë të aplikojnë futbollin modern që bën Barcelona, Manchesteri me wingera dhe jo me 10, po nuk është mënyra e tyre e lojës. Dhe është një vend, nëse ti je një vend që prodhon lojtar të talentuar, numra 10, lojtar që tërheqin njerëz në shkallët e stadiumit, lojtar që ngren peshë tifozët më, nuk ke pse të adaptosh një sistem që të tjerët e përdorin, por të tillë kanë mënyrën e lojës. Shkolla, tradita e kështu me radhë, po më thua që prodhojnë wingera tani ansor? Me qenë se s'po prodhojnë do 10, po prodhojnë wingera ansor italianët? Jo, s'ka asnjë. Pra s'prodhojnë asgjë. Asgjë. As qendërsulmos më. Iku koha kur ti kishe Viali, Vieri. Çfarë mësojnë? Tek të rinjt, para të rinjt, sërë që mësojnë? Mos ka rëdhe niveli trajnerëve? Gërçe të ti, jo nuk besoj se është punë nivel trajneri. Ka vendet të caktuara, kanë periudha të caktuara në të cilën reshtin se prodhuar italianëve. Ishte Gjermania para ca kohësh, mas 2006-s, deri kur erdhi një grup lojtar. Ashtu. Ishte Brazili dhe për mendimin tim vazhdon dhe është, sepse nuk është një çudi që një Brazil të ketë Vinicius apo Rodrigo. Puna është që Brazili nuk ka më lojtar që i ngjajnë një braziliani. Pra nuk ke një qendërsulmues siç ishte Ronaldo, siç ishte Romario, siç ishte Bebeto. Praktikisht nuk ke qendërsulmues fare. Dhe po të kthehemi te mesfusha, e mori qaf Guardiola futbollit. Ancelotti duhet vër duart në kokë. Asnjë mesfushor brazilian nuk mban peshë në skuadrat europiane. Nëse ju kujtohet në një përveç Ederson, po Casemiro është mosha 53 vjeç, mosha Millerit. Ndaj po them. Mosha Millerit. Po themi përveç Edersonit Atalantës, mua nuk më kujtohet dhe unë jam tifoz i Brazilit, asnjë lojtar brazilian që mban peshë në klubet e tyre në Europë. Dhe kjo është dramë. Si do pretendosh ti të fitosh botrorin nëse nuk ke repartin nevralgjik në nivelin e dur? Dhe thën kjo për të ardhur tek biseda që po bënim që ndërprerje të prodhimit të lojtarëve kanë patur të gjitha vendet dhe vazhdojnë të kenë. Po kjo që po ndodh me Italinë është dramatike. Të mos kesh ti urdhëroma ja flasim Juventus, Milan, Inter, çfarë lojtarësh i kanë dhënë kombëtarës? Jo vetëm kjo është ajo që duket. Ajo që është pikpyetje për mua është pjesa shohim, shkojnë finale, gjysmëfinale rregullisht ekipet kombëtare italiane të moshave, U19, U21, U17, i shoh me mangësi të mëdha edhe këtu. E parasysh ti sheh bazën e talenteve që disa nga këto në të ardhmen do shkëlqenen tek të rriturit. Mungojnë dhe këto të kombëtarët, mi të klube sepse nuk futen do të aktivizohen, sepse presioni shumë i madh, të Inter, të Juve, Milan, Roma, Napoli. Por mungojnë dhe të kombëtarët, nuk shoh një sukses vitet e fundit të U17, U15, U19, U21 i kombëtarëve italianë. Dhe shef, është dëshpëruese edhe aty situata. Lëmë janë bomber, winger, 10, kështu me radhë. Sepse e tillë është talenti që tani po italianët janë kapur fort pas tij, do të thonë se mua personalisht shpresa e fundit është Pio Esposito. Dhe po e bëjmë Pio Esposito se kanë edhe këtë gjithandej media. E kemi dhe ne. Jo, vetëm ata dhe ne kemi. Se nuk kanë para anglezë. Në Angli? Pa anglezët e kanë me meritmo. Pa e kanë me meritmo. Pa e kanë me meritmo, po tani të krahasosh Pio Esposito me Alandin, po ato thoshin Pele i bar tani po lër tani të fryn media gjithandej. Në Gjermani ndoshta është pak më rezervuar. Pio Esposito, domethënë janë varur italianët pas ti dhe shpresojnë tani që ky të bëj diferencën, po mua nuk më duket një lojtar që të bëj diferencën nëse nuk ka një skuadër.
Pra nuk është nga ata lojtarë që merr topin dhe të zgjidh ndeshjen. Ai sigurisht që do bëj, po do skuadrë mbrapa. Dhe me Italinë që unë shoh, ku Milan, Juventus dhe Inter nuk bëjnë dot bazën e kësaj skuadre, për mua situata është dramatike. Dhimbshme. E dhimbshme vërtet për një shkollë. Pra pavia e Italisë, që ka qenë dhe pika e fortë e Italisë, ka qenë gjithmonë e Juventusit. Urdhëro sot që flasim. Cili nga mbrojtësit është italian? Bremer, Kalulu, Kopp Miners, Kelly, asnjë italian. Gati nuk shifet me sy. Po emra tipik italian duken, po nuk e di pse. Gati nuk shifet me sy. Iku, Di Gregorio është për ta çuke skuadra e as next gen, se edhe ato next gen tani kanë përshtypjen që duhet të jenë me mosh për qenë që brezi ardhshëm, kështu që Di Gregorio nuk futet më as aty, kështu që ta çojnë, nuk e di ku ta çojnë çofin neshet. Shumë mirë. Për ta mbyllur, kë ndeshjet e UEFA Champions League do të shohësh sot, sepse kemi ardhur në fund. Kujtoj që luan Atletico e Madrid me Club Brugge 3-3. Bayer Leverkusen që ka fituar në Athinë ndaj Olympiakosit. Të do e shohun? Po, shumë mirë. Interi me Bodom apo Karabag Newcastle jo. Newcastle Karabag, sakt. Se kjo është do ruaj përqendrimin për pas nesër. Na po. Okay. Unë jam gjerman sot. Super gjerman, pres 5, 6, 7 gola nga Leverkusen, të lutem. Po se kërkesa ime vetëm 6, 7. Nga kosha tek rjeta gjithmonë vetëm me Panathinaikos. Një ngjyrë është një ngjyrë. Po, kuptoj. E not falenderojmë që ishe në përsi. Ishte kënaqësi, unë nuk kisha qenë kur në një podcast dhe u ndjeva shumë mirë, edhe pse me miq domethënë që njihen prej kohash. Nderuar miq, kemi ardhur në fund edhe për sot, kemi folur për kategorinë superiore, për kampionatin italian të futbollit, sigurisht për Vedat Muriqin, autorin e 16 golave në La Liga, për Bundesligën ku kemi patur disa lojtarë me ndeshje jubilare. Do të takohemi sërish të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.